Përmes së 10 punimeve në pikturë të ekspozuara në hapësirën përpara Kinema Republika në Shkodër, studentët e Degës së Arteve Pamore të Universitetit Luiq Gurakuqi përcollën mesazhin e tyre në ditën ndërkombëtare të artit. Ekspozita erdhi si një nisëm e klubit studentor me mbështetjen e Qendrës për Hapje dhe Dialog. Kryesore në këtë ekspozitë është promovimi i punës të këtyre studentëve, të cilët kanë edhe një, si bot mund të themi, ose si synim tyrin që me anë të kësaj ekspozite, të frymëzojnë edhe të rinj tjerë të qytetit, që të vazhdojnë Akademinë e Arteve. Një mesazh që mund të jap në ditën ndërkombëtare të artit është se sa më shumë të rinj, të rejat, por edhe fëmijët të merren me pikturë, të merren me art. Qytetarë, nxënës të shkollave të qytetit, pedagogë dhe artëdashës, patën mundësi të shijojnë nga afër krijimtarinë e të rinjve, ndërkohë që vetë studentët theksuan rëndësinë e artit si një mjet për të komunikuar ide dhe emocione. Unë sot përfaqësoj me 4 punime, njëri prej cilave është dhe punimin pas meje. Ajo që më frymëzon për një pikturë është vetë Shkodra, sepse gjatë historisë ne gjithmonë kur flasim për Shkodrën them ndjepi kulturës shqiptare. Kjo është diçka që më inspiron shumë mua, edhe çdo punim që bëjon e bëj me atë mendimin që kjo nesër do të jetë një vlerë që do i shtohet Shkodrës. Do jena mundu ne me sjell pikturat tona, janë tema të lira që i kanë sjell piktorët e Shkodrës, piktorët të Departamentit Artës. Është një kënaqësi shumë e madhe që sot jam pjesëmarrëse në ekspozitë thjesht e ftuar në ekspozitën e studentave tanë dhe kjo ka një emocion krejt i veçantë kur vjen si e ftuar në një ekspozitë artit ku pak a shumë të gjitha punimet ne i kemi pa duke punuar në studiot e fakultetit e Departamentit të Arteve në Universitetin Luiq Gurakuqi Shkodër. Veprimtari të tilla vlerësohen si të rëndësishme për promovimin dhe inkurajimin e të rinjve që t'i përkushtohen aktiviteteve krijuese dhe të dobishme për komunitetin.